Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në episodin e tretë të Akti on Dialogue. Jetojmë në epokën kur teknologjia dhe inteligjenca artificiale nuk është thjesht një mjet, por po bëhet një infrastrukturë e dijes, e njohurisë. Ndërkohë që pamja nga terreni ynë është e qartë, sipas Talis, 2024 anketa më e madhe në botë e mësuesve dhe drejtuesve të shkollave, e cila është kryer nga OECD, për të përmirësuar kushtet e mësimdhënies dhe të mësimdhënies, na tregon se në Shqipëri 52% e mësuesve kanë njohuri të mjaftueshme dhe përdorin inteligjencën artificiale në baza ditore, por gjitha kjo nuk përkthehet në materializim në punën e tyre të përditshme në mësimdhënie. Ndërsa 69% raportojnë se shkollat e tyre nuk kanë infrastrukturën për ta përdorur atë mbi mesataren e OECD-s. Kërkesat për formim janë po aq të qarta. Rreth 27% rendisin aftësitë e përdorimit të inteligjencës artificiale si nevojë kryesore profesionale. Pyetja është, a jemi duke investuar në kompetencat e duhura, në vendet e duhura dhe me ritmin e duhur? Europa tashmë ka vendosur një kornizë etike për përdorimin e inteligjencës artificiale në shkolla dhe po përditson ato deri në fund të vitit 2025. UNESCO nga ana tjetër, na kujton se politikat duhet të mbeten human-centric dhe të mos lejojnë që teknologjia të zgjerojë pabarazit. Si përkthejmë ne këto parime në kurrikula, në laborator dhe mbi të gjitha në trajnimin e mësuesve? Sonte po e hapim këtë temë dhe këtë debat, jo thjesht se si ta integrojmë në inteligjencën artificiale në shkolla, nuk është një pyetje, por përse, ku dhe me çfarë garancish që ardhmja digjitale të jetë më e sigurt dhe më drejt dhe më konkurruese. Tematika e podcastit të sotëm është arsimi parauniversitar, mësuesi dhe nxënësi përballë inteligjencës artificiale. Kam kënaqësinë dhe nderin që ta kemi sonte të ftuar qendror, zotin Gerti Anashi, drejtor i Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në arsimin parauniversitar. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit kushtrim, mirë se të gjeta. Tema shumë interesante, mund ta debatojmë, ta diskutojmë. Shumë kënaqësi, faleminderit shumë. E ftuar me mua do të jetë edhe zonja Mirlinda Bushati, drejtuese e programeve rinore dhe arsimit pranë UNICEF Albania. Shumë faleminderit kushtrim për ftesën. Kënaqësi dhe nder për mua t'ju kem në studio. I fundit, por jo nga rëndësia, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Kombëtar për Teknologji dhe Inovacion, edhe organizatori i këtij podcasti, antari bordit drejtues, zoti Andis Papa. Mirëmbrëma dhe faleminderit. Faleminderit shumë Andis që na nderon këtë tavolinë. Atëherë po e hapim debatin. Jemi mu në fillimet të një vendimi të madh që ka marrë edhe Këshilli i Ministrave në lidhje me përditësimin e kurrikulave që patjetër për më shumë do të na tregojë Gerti. Por unë doja që të fokusoheshim kryesisht se sa ky vendim i rëndësishëm për përditësimin e kurrikulave le të themi e mbyll hendekun që janë zbuluar, që është zbuluar nga ky le të themi sondazh vjetor i Talisit. Kuptohet që në sondazh ka edhe indikator shumë pozitiv për Shqipërinë për përdorimin e inteligjencës artificiale, siç ishte edhe përdorimi i AI-t nga mësuesit në mbi masën 52%, që ishte mbi mesataren e OECD-s, por kemi edhe indikator në të cilat kemi shumë për të mbushur këto boshllëqe. Pra, cili është plani konkret 2026-2030 për të mbyllur këto boshllëqe me objektivat vjetore të masshme, Gerti? Në fakt, përditësimi i kurrikulave vjen si pasojë një reforme të gjatë që inicioi në 2013, bëri pothuajse 12 vjet, po trendi i kohës, kërkesat për të përshtatur me tregun e punës, shpecia marramëndse në fushën e investimit në teknologji, investimet e reja që sot ndodhin në STEM, shkencë, matematikë, biologji, kimi, fizik, dituri natyre në arsimin prauniversitar, janë aq shpejta sa ti do të duhet përshtatesh edhe në një kontekst gjeopolitik ku aspiron për të qenë antar me drejtat plota i Bashkimit Evropian. Në këtë këndvështrim ne kemi angazhuar një ekspertizë, do thosha unë, me rreth 290 pedagogë të universiteteve më të mira
publike që formojnë mësues. Kemi një partneritet ngushtë me Oxfordin, Pearsonin dhe Cambridgein për të marrë update-et më të fundit kryesisht në fushën e shkencave. Fokusohemi shumë ke përditësimi i vetdijes kombëtare në shkenca sociale dhe për të rikthyer ke tema për cilin jemi mbledhur, nuk mund t'i shpëtojmë dhe ndikimit që do të ketë përdorimi i inteligjencës artificiale në edukim. Unë përpara 4 vitesh kur ndiqja forumin e edukimit që është i përvitshëm në Londër dhe aty ti kupton edhe në formën e një debati akademik, po dhe në formë praktike, ti shikon realisht se çfarë ndodh. Diskutohej përpara 4 vitesh për mënyrën se si kompanitë fuqishme po punojnë me AI-n, me teknologjinë, në mënyrë që të automatizojnë proceset e kohës që humbet një mësues, pra planifikimin e ditarëve, programimin, tali si na jep indicje që AI në shtetet caktuara po përdoret për korrigjimin e testeve, kryesisht në shkencat eksakte, sepse ende është i debatueshëm përdorimi në shkencat sociale dhe si pasojë subjektivizmit. Dhe në atë kohë tingëllon të çuditshëm fakti që këto kompani prestigjioze parashikonin që në 10 vitet e ardhshme teknologjia do ishte pjesë e pandar e gjithë procesit të edukimit. Ti citove shumë mirë gjithë raportet që prodhon, po themi, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë OECD-ja, qoftë UNESCO, sepse nuk duhet kriju ai perceptim që figura e mësuesit zëvendësohet nga teknologjia. Shumë e vërtet. Pra teknologjia është një mjet ndihmës, një instrument, do thosha unë, që duhet përdoret nga mësuesit në mënyrë që të krijohet një klim pozitive në klasë, edhe pse jo për të përdorur edhe në termat e kontentit digital, në një kohë kur mua më duket, por ky është jo vetëm perceptim individual, por ne kemi sonduar dhe kemi studiuar, ku moshat e hershme e përdorin teknologjinë ndoshta më mirë se vetë mësuesit. Patjetër. Po kjo nuk duhet të jetë një konkurrencë. Jo, nuk është konkurrencë, është një proces normal, që ecën paralel, kështu që nuk I shmangemi dot. Patjetër. Për sa I përket investimit në teknologji, unë do thosha që ka hapa përpara. Mjafton të përmend që në harkun e 5 viteve të fundit në sistemin arsimor janë bërë hapa progresiv për imaturën për shembull. Është sistemi menaxhimit të informacionit të dhënave, ku ti mund gjenerosh të gjithë raportet individuale të fëmijëve që janë ti shkarkosh dëftesat si prind. Po edhe mësuesi ka akauntin e vet ku logohet. Ose nga ana tjetër qeveria nëpërmjet Akshit është angazhuar që në plan e rritjes Bashkimit Evropian deri në vitin 2029 95% të shkollave të mbulojnë me broadband, me internet me shpejtësi të lartë. Ose nga ana tjetër në bashkëpunim me Bankën Botërore janë vitin e dytë në fakt të investimit 320 laboratorë inteligjent të mbaruar që shoqërohen paralel me trajnimin e mësuesve, ku një modul për herë të parë këtë vit I dedikohet mënyrës se si të përdoret inteligjenca artificiale në mësimdhënie. Është ende shpejt. Shtetet tjera kanë lëviz hershëm. Rasti më I fundit është rasti I Greqisë. Greqia ka bërë një projekt pilot, ka një marrëveshje me OpenAI për të implementuar në mësimdhënie. Irlanda është një shtet inovator në Europë për të mos vajtur pastaj në Emiratet e Bashkuara, në Kinë, Singapur, që shpejtësia është e frikshme pastaj, edhe investimet janë shumë herë të mëdha. Kështu që në këtë kontekst edhe ne duhet mendojmë jo vetëm si administratë shtetërore, po edhe partnerët, ekspertët më të mirë të tregut, profesorati, duhet mendoj se çfarë na pret, cilat janë sfidat e radhës, sepse është një proces që ne nuk e shmangim dot. Shumë vërtet. Shumë faleminderit Gerdi, edhe pse përgjigjja juaj natyrshëm erdhi në mënyrë shumë diplomatike, duke ju përgjigjur, duke përfshirë broadbandin, mësuesit, laboratorët, por dëshirojmë që ta zbërthejmë pak. Atëherë këtu kemi Lindën, që personalisht e njoh për disa vitesh në kontekstin e profesionistës së arsimit, është një ndër ju jeni një ndër profesionistët më të mira të arsimit, Linda, dhe kontributi juaj ka qenë I shquar në UNICEF dhe në
përgjithësi në mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile, qeverisë shqiptare me konsultime të ndryshme që vijnë nga OKB-ja. Ju keni çfarë thoni? Si për penetrimin e internetit, si për broadbandin, si për laboratoret, si e shikoni ju? Faleminderit shumë kushtrim. Në fakt, po e diqa me shumë interes atë që po thoshte Gerti, dhe në fakt vitet e fundit, ose mos vitin e fundit, ka në fakt shumë ndryshime të cilat kanë ndodhur në sistem. Po sigurisht e rëndësishme nga një anë është që të kemi infrastrukturën digjitale, por ajo çfarë ndodh me infrastrukturën digjitale brenda klasës, pra njohuritë e mësuesit, njohuritë e nxënësit, ajo çfarë ndryshon në kurrikul, është ajo pjesa e butë, ajo pjesa soft, të cilën duhet shumë punë. Pra një gjë dhe shumë fonde duhen për infrastrukturën, po ndryshimi i mundësive të njerëzve, ndryshimi i njohurive të tyre, kjo është gjëja që na ha më shumë kohë. Dhe në fakt, Gerti e përmendi, po bëhet një kurrikul e re. Pra ky është bërë një kurrikul e re tashmë sapo është aprovuar, e cila është një rast shumë i mirë në fakt për ta parë përfshirjen e AI-t brenda sistemit arsimor. Kur flasim për AI, sistemet më të mira të vendeve më të avancuara nuk e shohin atë si një lëndë të vetme, pra po e shohin si kompetencë e cila është e integruar brenda gjitha lëndëve. Pra ne flasim sot për lëndë të cilat kanë bënë me qytetarinë, sigurisht mund të përmendet aty, mund të përdoret shumë mirë edhe për sportin, për gjithë lëndët e tjera. Pra, kjo është një nga mënyrat në cilat edhe në kurrikulin e re, kështu është parë edhe në Shqipëri, dhe besoj që kjo do jetë pak edhe sfida. Pra, a do kemi neve mësues të cilët do të jenë të aftë për ta përdorur AI-n në mënyrën e duhur për të nxitur të mësuarin brenda klasës. Neve për shembull kemi punuar me Ministrinë e Arsimit për disa metoda të reja të cilat përdorin AI në shkollë. Pra, nga një anëve themi që kemi akoma frikë, kemi frikë si prindër, kemi disa pyetje të cilat nuk dim t'i japim përgjigje, por ndërkohë AI po futet aq shpejt, po penetron aq shpejt tek fëmijët tanë, tek nxënësit, tek shkollat, sa është e pamundur që sot vësh bariera, e vetmja barierë që mund vësh është të përgatisësh shkollën, të përgatisësh mësuesin, të përgatisësh nxënësit dhe të përgatisësh prindrit. Si të mbrohen dhe si ta përdorin më së miri AI-n. Dhe kjo është një nga sfidat të cilat duhet punuar, qoftë në shkollën, qoftë me prindrit, qoftë me publikun e gjerë, për të ditur kush janë rrisqet e AI-t dhe cilat janë mënyrat për të evituar këto rrisqe dhe për ta përdorur në mënyrën më të drejtë. Neve kemi për shembull tashmë një platformë e cila quhet Eduten, e përdorur në Finland, e përdorur në shumë vende të tjera të botës, që ka treguar përmirësim të arritjeve nxënësve në matematik në një periudhë vetëm 6 mujore, pra tutor të gatshëm online, të cilat nuk zëvendësojnë mësuesin, por punojnë krahas mësuesit në klasë për të përmirësuar aftësitë e nxënësve në matematik. Pra, kur ne flasim për PISA-n apo për testimet e tjera që na kanë treguar që kemi disa problematika, AI na vjen në ndihmë për t'i përmirësuar ato. Pra, është një aleat i cili mund ta përdorim më së miri për të përmirësuar cilësinë e arsimit. Këtu ajo që sidomos nga ana e OKB-s, nga ana e UNICEF-it, është gjithmonë një shqetësim, është që është AI duke na e reduktuar gapin digjital, a është AI një faktor i cili na sjell më shumë barazi në arsim, apo është AI një faktor i cili në fakt do ta rrisja më shumë gapin digjital. Sigurisht ka shumë pro dhe cons këtu, dhe doja që ta hapin si bisedë edhe për Gertin apo edhe për Andisin. Dhe sa mirë që kemi organizata që mbrojnë drejtat e fëmijëve dhe të shoqërisë në përgjithësi. Atëherë këtë pyetje nëse mund ta mbani mend Gerti dhe të kaloja tek një opinion nga Andi, okay. Andi si do t'i zgjohen tashmë edhe eksperiencat e mësimdhënies. Unë atë desha të filloj, pra përveç se vi nga sektori privat tashmë 28 vite në fushën e IT-s, kështu që patjetër nuk po i përmendim edhe hapat se normal ka dashur kohet e veta, dekadat e veta. Unë kam dhënë shpesh edhe mësim, dhe së fundmi po themi 2-3 vitet përpara kam qenë edhe mësues të një shkolle mesme, ku unë në fakt shoh shkollën e mesme si një
burim shumë më të rëndësishëm të ardhmes që do merret me AI-n se du ta ndaj. Pra AI-n du ta ndaj në dy pjesë, në përdorues të AI-t dhe në ato që do merren dhe do jenë specialistët e asaj. Do ketë, pra Shqipëria siç ka, se ne tash jemi të fushës së IT-s dhe ne duam patjetër këto lloj specialistësh t'i kemi nesër pas nesër, se pa qenë këto e ardhmja e asaj gjëje, ku do i marrim ne punojësit tan në vazhdimsi. Që do të thotë burimi i inteligjencës dhe i specialistëve të së ardhmes duhet startoj që ke shkolla e mesme. Aty fillohen bazat e kryesore të matematikës. Pra thelbi e AI nuk është asnjë gjë tjetër, vetë është matematik, ka matrica, ka vektor, ka probabilitet, ka parametra, ka variabla, ka logjik. Janë të gjitha, është logjika, pra është gjithçka vetëm matematik. Që do të thotë në shkollën e mesme, aty ku është thelbi kryesor ku fillon e formohen studentat e parë, patjetër që universiteti është shumë i rëndësishëm, diskutohet, por aty pastaj thellohen dhe krijohen perceptimet dhe botkuptimet e sakta, ndërkohë që themelin dhe aty ku identifikohen ato specialistët e parë është shkolla e mesme. Ndërkohë që unë ndaj 95% gjithmonë të pjesës tjetër do jenë gjithmonë përdorues. Pra normal që s'mund bëhen gjithë specialistët të fushës. Që do të thotë, dalim prapë te e njëjta temë, që AI duhet shihet si do ndihmoj dhe e ka këtë mundësi çdo fushë, çdo lëndë. Nuk mund të thush që ndihmon matematikën. Matematika është baza për me ndërtu AI-n, por ndihmon historinë, ndihmon gjeografinë, ndihmon çdo gjë, domethënë pra dhe po thonim që brezët e ri, pra unë kam një fëmijë 10 vjeç tani që po themi e ka të natyrshme tashmë përveç celularit që okay, tentojmë t'ja heqim, por edhe kur i heqim celularin ai fillon Alexa edhe flet me Alexën në atë gjuhën e vet normale dhe kështu që arrin të marrë ato informacione që ai ka nevojë. Dhe kjo është ideja, pra të kthehen të bëhet kulturë që këto 95% të jetë sa më e gjerë, nuk është një numër i vogël, të shtohet përdorimi i AI-t në çdo drejtim, pra nuk duhet bllokohemi që shiko se AI ndihmon në programim, që tashmë edhe programet AI po i bë vetë, pra edhe programatorët pak nga pak në ca momente po kanë atë frikën e vet që po zëvendëson. Absolutisht, kjo s'ndodh kurrë. Okej, sepse mjafton të gjesh drejtimin e duhur që ti do bësh nesër pas nesër. Pra inxhinieria e softverit nuk mund zëvendësohet, arkitektura. Por do marri patjetër një drejtim tjetër. Kush është drejtimi kryesor? Logjika. Pra përfundimi është do dalin mbi ujë ato inxhinier software që kanë logjikën të parën, jo ato inxhinier software të cilët dinin ca kode ose ca gjuhë programimi dhe ishin i çik më të mirë se shkruanin pak më shpejt programin. Sot kjo në një farë mënyre zgjerohet, pra bëhet i mirë edhe ai që se din një X gjuhë, mjafton që t'ja thot AI që logjikën e du kështu, algoritmin e du kështu dhe gjuhën ta shkruan ai pastaj. Pra programin ta shkruan vetë AI. Pyetja sfiduese për Gertin, meqense kishim një pyetje nga Linda lidhur me rrisqet. Çfarë doni ti drejtonit Gertit? Unë vi nga ato eksperjenca të shkollave të Tiranë. Sepse ju po keni Tiranë. një këndvështrim krejt tjetër. Pra Linda është komplet në kuptimin që duhet kemi kujdes, duhet kemi parasysh rrisqet, a do na rrisi gepin apo do na zvogloj gepin e teknologjisë. Dhe unë them sa më shumë të futemi dhe mirësi çdo ditë, domethënë pra ta kemi Gerti? Unë edhe kur vrapoj flas me AI-n. Komunikoj. Bashkim të dy komentet po themi të ftuarve. Jam dakord edhe me Andin që do të vijë një moment ku bëhet kjo ndarja nga përdorues masiv të AI-t, edhe këtu bot kuptimin kurrikull kjo është, që AI vjen dhe si kompetencë, përdoret në të gjitha lëndët, por vjen për herë të parë këtë vit implementuar dhe në programin e teknologjisë së informacionit që në klasë 4, me baza minimaliste, një hyrje. Madje diskutimi që ne patëm me kushtrimin përpara se të vinim këtu ishte, domethënë unë po e pyesja kushtrimin sepse kushtrimi është ekspert i mirë i teknologjisë, thash kushtrim bashkë me kolegë të Akshit, Fondit Amerikan, është një grup ndërinstitucional në fakt që merret me kurrikula
ne po mendonim që po punonim me kodimin. Tash në duhesh Ndroj. me fut bazat e AI një pyetje shumë interesante. Çfarë do ndodhi me kodimin? Në fakt kodimin në klasën e parë. Kushtimi më dha përgjigjen që kodimi është baza e logjikës për të ndërtuar Është logjika, ajo është kryesore. Ndërkohë, dy lajme të mirë që ndoshta edhe i ndajmë me publikun, është që ne evidentimin për herë të parë të talenteve. Pra, është fasha e parë është klasa 6-7 dhe klasa e 9, dhe sigurisht pastaj vazhdoj dhe me gjimnazin. Në qenë klasë 6 apo qenë klasë të 9, pavarësisht se ku e ke talentin, no? Ne po flasim për AI-n, po. Mund ta kesh shkenca sociale, në sport, ti fillon e identifikon brenda shkollës, ne kemi dy role të reja, një ndër to është këshilluesi i karrierës, i cili njofton prindrit, që është shfaqur një talent. Keni parasysh, nëse do doni që fëmia të investohet, shumë mirë, praktik shumë. Kështu që është një komponent që mund të avancojë. Nga ana tjetër edhe përditësimi që ne po bëjmë pikërisht tek ajo që ceku Andi në shkenca dhe teknologji, ke matematika, fizika, kimia, vjen me risit më të fundit, sepse në klasën e 11 të dy sistemet ndërlidhen me njëri tjetrin. Që do të thotë, arsimi i lartë nxjerr kriteret nëse ti do të studiosh në një universitet, dhe nxënësi e krijon vetëm menun. Kjo është momenti ku të dy sistemet bashkohen, por edhe universitetet, me aq informacion sa ne kemi se ne bashkëpunojmë me ta për trajnimin e mësuesve, janë duke u përditësuar në fushën e përdorimit të teknologjisë etj. Madje një sugjerim do të ishte kur shtrim që po të keni mundësi ta bëni edhe një podcast me arsimin e lartë, sepse ka iniciativa shumë interesante në fushën e teknologjisë që vijnë nga shkencat e natyrës, Universiteti i Tiranës, vijnë nga Politekniku, Universitetet e rrethave etj. Kështu që janë dy sisteme që bashkohen, furnizojnë njëri tjetrin dhe është pikërisht klasa 11 dhe zgjedhja në universitet që do bëj këtë ndarje që thot Andi, sepse ne kemi fëmijë të talentuar që sot. Po marr një rast, kemi gjimnazin Ismail Qemali në Shkodër për shembull. Kanë fituar çmime ndërkombëtare. Kjo më kujtohet mua, Po. Mund të ketë raste. Pa dashur me Iran qaf gjimnazistëve të tjerë. Qëse kemi dy shkodranë në tavolinë edhe. Kemi bashkinë e Korçës për shembull që ka bootcampe shumë interesante dhe punojnë. Një bashki shumë aktive me investime shumë interesante. Përdorin gjithë procesin e teknologjisë edhe për element fitimprurës, për punësimin. Ndërkohë për t'u kthyer asaj çka Linda po referonte, është e vërtet që ne në këto 2-3 vitet e fundit intensivisht, por edhe për ta stimuluar pak përdorimin e platformave digjitale, jemi referuar kryesisht platformave open source. Që do të thotë, një mësues fizike, një mësues kimie, një mësues matematike, mund të punoj me Face Stimulation, që është një platformë e Universitetit Colorados, në 160 gjuhë, pra aty ti shkarkon template, merr teste, i demonstron pikërisht në këto smart labët që sot janë 316, por kanë një objektiv që të shkojnë në argun e 2 viteve 1000. Ose mund përdoret GeoGebra, mund përdoret Kahoot, çdo lloj platforme që është open source. Sigurisht Akelius, Akelius për gjuhën angleze. Ka filluar kjo lloj iniciative, fillimisht në patëm pak stepje, sepse të ndryshosh mendsinë është e vështirë, por fal edhe një ndihmë që kemi pas nga universitetet publike, pasi ata janë investuar nga ne, nëpërmjet nesh në trajnimin e mësuesve, për rreth 2 vite janë trajnuar rreth 16.000 mësues dhe një komponent ka qenë pikërisht përdorimi i teknologjisë në shkenca. Pra si ta përdorësh matematikën si një instrument ndihmës, jo vetëm për të bërë një mësim dhe të ndërtosh kompetenca, por edhe nëpërmjet teknologjisë. Dhe kjo ka filluar, po them, barierat e para të menduarit apo frikës apo skepticizmit që teknologjia është e vështirë për të përdorur, teknologjia mund të zëvendësojë figurën e mësuesit etj. Nga ana tjetër, e rëndësishme është që ne duhet të jemi edhe të kujdesshëm, ju e cekët pak çështjen e etikës, mbrojtjen e dhënave personale, këto janë kritere dhe parime që ne në çdo trajnim dhe çdo diskutim i ngrem. Çështja e pabarazisë, pastaj sa investohet në zona të ndryshme, arsimi është i barabartë, sipas kushtetutës do duhet të jetë i barabartë në çdo terren. Por unë e shoh AI dhe këtu bashkohem me Andin, unë jam partizan i përdorimit të AI në edukim.
E shoh AI si instrument ndihmës. Ndihmës. Se mund na Këtë vinë pjesë. ndihmë për shembull që nëpërmjet e AI, nëse ne e trajnojmë mirë, na shpëtoi mësimin në klasat kolektive. Na krijoi kurrikull të personalizuar për nxënësit me aftësi ndryshe. Fëmijë të diagnostikuar në shkallë ndryshme, po marr vetëm një rast, rastin e autizmit për shembull, ku kostoja për të ndërtuar një kurrikull personalizuar me profesorat edhe me njerëz që merren është shumë e lartë, ndërkohë me asistencën e AI, dhe ky është trend, madje sugjerohet nga gjithë ekspertët ndërkombëtar, mund të ndihmojë që ti ta Gjenerimin e ideve, ushtrimeve, se si të përshtatësh kurrikullën individuale me grupet vulnerable. Ta adaptosh, po. Pra, ka element shumë ndihmues që të vinë ndihmë pikërisht për të zbutur pabarazinë. Siç mund të jetë edhe ndihma që mund të vi një mësuesi për administrimin e kohës, e proceseve mësimore, dhënies së notave, mbajtjes mungesave, mbushjes së ditarit. Edhe mësimdhënien e ndihmon, pra nëse gjithmonë ka qenë ajo teoria që mësuesit më të mirë janë tek kjo shkollë apo tek ky qytet apo tek ai qytet. Nëse tashmë unë po them që do ta japim mësimin AI, po nëse bazën e dhënave ti do ta kesh, se infrastruktura pretendoj që është bë, pra pjesa e parë e infrastrukturës, ndoshta smart labet akoma pritet me shkuar në çdo shkollë, po infrastruktura pothuajse tashmë është në çdo cep. Kështu që duke qenë ajo infrastrukturë, duke qenë ajo mundësia që të integrosh AI-n, po vendosën rregullat që tani e ke opsionin që ta përdorësh, edhe një mësues pa dashur me ul vlerat, po normal se asnjë njeri nuk është një lloj me një tjetër, pra edhe një nivel mësimdhënie që mund të jetë në një rreth apo në një rreth tjetër, tashmë ka një mundësi që atyre nxënësve t'ia japi të plot atë informacion që do me dhanë dhe jo t'i lëri, vazhdoni zhurmën tuaj, se unë po bëj gjasmë sigur, po bëj në editar apo në gjë tjetër, pra duke integru, duke e detyruar mësimdhënien të ketë së bashku me të edhe AI-n si ndihmë, si komponent ndihmës, është ajo që tashmë nuk ka më pabarazi, pra fillon e njëjti element informativ që shkon edhe shpërndahet në çdo aspekt. Ndërkohë, desha të cek pak edhe momentin e dy momente që u përmendën pak përpara, pra që po fillohet që në klasat fillore futja e kësaj frymës e AI. Unë do të dosha prap ta ndaj në dy pjesë, pra se edhe ne te akti ku merremi që diskutojmë këto gjëra, dy janë boshtet kryesore. AI, cyber security. Është fjalë e madhe cyber security, po është shumë e rëndësishme dhe unë do doja më shumë të ishte kjo, pra si që janë elementet e qytetarisë apo semafori këtu, kujdes këtu, higjena kibernetike të jetë kjo fokusi fillestar i fëmijëve i rritjes së brezit. Domethënë se sa AI-n e marrin vetë, ecin shpeshherë ndoshta më shpejt se sa ne du t'i ndalojmë. Kurse kjo është shumë e rëndësishme. Duke filluar ato gjanat e thjeshta, passwordi, kjo ajo si vendoset kjo, kujdes donat. Është parashikuar klasat. Okej, se u përmend AI, po doja thjesht ta cilës. Okej, jemi fokusuar te AI. Ato bashkërisht shkojnë. Është vërtet një komponent shumë i rëndësishëm dhe ne jo pa qëllim kemi parashikuar që në moshat e hershme. Higjienën kibernetike, sigurinë kibernetike, deri ke fake news kemi shkuar. Ne kemi punuar dhe me parametra. Media literacy. Kështu që se tash fëmijët duhet mësohen që jo çdo video që shohin për shembull është reale. Po kjo duhet me fillu mu bë praktike për ditë. Ne duhet t'ia themi edhe vetes të gjë, se qëllon në herë që shohim në video, wow, se është e mundur. E thrasim logjikës, po ne duhet t'i edukojmë. Në fakt neve kemi bërë një sondazh dhe kemi pyetur të rinë deri 19 vjeç sa e përdorin ata AI-n. Na ka dalë që minimumi i përdorimit për çdo të ri është 2 orë në ditë. Sigurisht, kryesisht kjo është jashtë shkollës, nëpër telefona, smartphones etj. Edhe më kujtua ishte një dokument në fakt që minimumi. Shumë i lartë. Që thoshte një strategji më duket në ose Skocia e kishte ose Irlanda, po flisin edhe me Gertin, që emrin e strategjisë e kishte AI is here to stay. Domethënë, kjo që para disa vitesh. Tani AI është këtu, unë nuk jam skeptike në këtë tavolinë, po bëj pak rolin e skeptike se vërtet është e nevojshme që këto udhëzuesit, sidomos udhëzuesit etik për nxënësit, për mësuesin, të jenë vërtet pjesë e fortë e asaj çfarë po shkon paralel me zhvillimet e AI. Për shembull, po shifja ca guida që kanë për fondet e tjera.
e kishin të detajuar në aksione shumë të vogla. Domethënë çfarë do të thënë që ti je etik në AI? Si e përdor? Kur ti e merr copy paste dhe thjesht e kopjon diçka, kjo quhet një apo kur e citon apo i bën pyetje vetes që të ndihmojnë për ta mësuar një pjesë të mësimit. Pra, shkonte në kaq detaj që për nxënësin e bënte shumë të thjesht të kuptuarin e çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet me AI-n. Ose për shembull bëri përshtypje fakti si e citon AI-n. Ne sot e përdorim AI-n shpesh herë kur bëjmë research e kështu, asnjëherë nuk e citojmë. Ka rregulla të veçanta si citohet, i kjo duhet mësuar që në shkollë. Viti, çfarë motori AI përdoret dhe kopje të diskutimit personal që ti bën me AI. Ka metodologji pastaj, pra, pastaj janë pjesë të asaj çfarë ne duhet fillojmë të mësojmë për ta përdorur AI. Linda, me qenë se jemi edhe tek barazia, ju keni, si UNICEF, keni një projekt shumë interesant që unë adhuroj nga larg, quhet Giga. Çfarë mund të na thuash diçka për... Është në fakt një projekt që ne kemi së bashku me Akshin edhe me Ministrinë e Arsimit. Në fakt, është pikërisht ajo që thua ti kur flasim për barazinë digjitale. Neve jemi duke parë dhe duke ndihmuar që shkollat, të cilat do të marrin internet në kohë reale, thjesht duke klikuar në hartë, duke klikuar shkollën, ti të kesh mundësi që të kontrollosh a ka apo s'ka internet shkolla dhe çfarë shpejtësie interneti bëhet fjalë. Kur do ta shohim Shqipërinë në hartën e Gigas? Ne shpresojmë shumë që në janar ta kemi të gatshme. Apo do t'ja bëj Gerti këtë pyetje? Janari 2026. Janari ta kemi punuar shumë intensivisht, Akshi na ka dhënë gjithë dhënat e shkollave, gjithë geolocations, kështu që pra aty do zbulohemi tamam se ku jemi apo jo. Aty do zbulohemi. Sigurisht ne akoma nuk pretendojmë, se si tha Gerti, ky është një objektiv çik më i largët, që 95% e shkollave të ketë broadband me shpejtësi të lartë brenda vitit 2029, pra do arrijë gradualisht. Jo, edhe broadbandi me shpejtësi të lartë. Edhe broadbandi kam përshtypjen që është deri në 2027. Pra, do të ketë më shpejt broadbandi. Në linjën e growth planit. Kështu që ca pika do të shohim akoma jo jeshile, por shumë shpejt ne shpresojmë që të bëhen jeshile. Sa mirë që ky integrimi evropian na ka dhënë në punë se të plotson disa nevoja shoqërore, do thoya, përveç se politike. Është ndihmë e madhe, s'pari ne kemi qenë në kontakt për vitesh, se ekipet të tëra të ministrive ndryshme kanë shkuar në Bruksel, kanë raportu, kalon screening me shumë sukses dhe duke qenë në kontakt me homologët, ti kupton si zhvillohet një element i një fushë të caktuar, cilat janë risitë e tjera. Ndërkohë sot që flasim, atë kjo është thjesht përkureshjen e publikut. Ne ndajmë dokumentat politik, edhe këto udhëzuesit që Linda citon, në çdo ministri i ndajmë me Brukselin. Dhe synojmë që siç hapëm kapitujt, të fillojmë gradualisht mbyllim kapitujt. Por edhe në mënyrën se si punojmë, përdorim pikërisht AI-n. Pra përkthimin e shpejtë, etj, sigurisht që janë AI të centralizuar, të përgatitur, të mbyllur për të bërë këtë me të dhëna të trajnuara. Pra dua të them që i gjithë ky intensifikim marrëdhënies dhe aspirate për të qenë pjesë e Europës ka risitë e veta, gjenerohen fonde, të ardhura për Shqipërinë, investohet, punohet më mirë. Kështu që pavarësisht vështirësive dhe sfidave të një Shqipërie e cila nuk i shmanget dot problematikave që ka rajoni. Po flas tu migrimin e brendshëm, lëvizjet, diku hapen shkolla. Tirana për shembull është një qytet dinamik, kushtohet numri shkollave, diku tjetër mund të bjerë numri nxënësve dhe ke sfida. Unë besoj që teknologjia do jetë zgjidhja që do na ndihmojë për të mbyllur probleme. Edhe Covidi nga ana tjetër, ashtu siç ishte një element që krijoi problematikë sociale, shëndetësore, ekonomike, nga ana tjetër solli për herë të parë futi frymën e online-it. Mësimit hibrid, mësimit online dhe kam përshtypjen që punës online kam përshtypjen që pas periudhës post-Covid trendi ishte që përdoresh akoma dhe më shumë teknologji. Çdo gjë e përshpejtuar. Gerti, unë kam një pyetje, me qenë se gradualisht po i afrohemi drejt fundit, do doja shumë përgjigje sa më të shpejta dhe koncize. Raportet ndërkombëtare, kryesisht kur masin progreset e Shqipërisë
bazohen në raporte lokale apo studime, baseline studies e tjerë me radhë. Tani, matja e kompetencave digjitale ndonjëherë është edhe subjektive, në varësi të atyre që bëjnë anketimet, mënyra se si interviston, ka paragjykime e tjerë me radhë. Kompetencat digjitale, si do e masim ne pra AI literacy apo digital literacy të kombit tonë. Do më thonë se po të shohim gjithë statistikat bazuar nga Statista, japin, si më thonë, në mënyrë të saktë se sa është një popullsi e, po themi, me njohuri digjitale, sa pra ajo analfabetizmi digital dominon. Kompetenca digjitale për mësuesin, si matet, a keni ju parametra për ta bërë një gjë të tillë dhe a ruhen diku, a storen diku, dhe kompetenca digjitale njëkohësisht edhe e nxënësit? Janë dy procese që janë të ndryshme. Ne po punojmë dhe dorëzuam përpara 2 javësh, për herë të parë në Bruksel, manualin për vlerësimin e kompetencës digjitale të mësuesit. Është një dokument strategjik, i cili në fakt është hartuar nga ekspert edhe ish inspektor që merren me elementet e kompetencës digjitale, është i përkthyer në anglisht, është pritur mirë dhe vetëm për të parë mënyrën se si do të përdoret në shkolla, sepse krijohet një unit brenda shkollës që merret me vlerësimin e kompetencës digjitale. A kështu funksionon, a? Kështu funksionon si logjik, edhe nga bisedat që kemi pas dhe nga ekspertiza që kemi ndarë me homologët, kemi trajnuar sot që flasim 1700 drejtues shkollash. Do të vijojmë vitin tjetër me trajnimin e këtyre unit, në mënyrë që në 2027 ne për herë të parë të masim kompetencën digjitale të mësuesit. Ndërkohë, mënyrën se si maten kompetencat e nxënësve janë pikërisht vlerësime ndërkombëtare, një ndër to është PISA për shembull, i cili her pas here ndron skedarët e intervenimit, për shembull teknologjia e informacionit është e sigurt që do të jetë në PISA në ardhshme, pra nëse kishim përdorim teknologjie thjesht, unë mendoj që në të ardhmen do jetë edhe e përdorimi i inteligjencës artificiale. Kështu që janë sondazhet, vlerësime ndërkombëtare ato që macin aftësitë, edhe kompetencat, qofshin matematikore, qofshin digjitale, për nxënësit. Për nxënësit. Ndërkohë që Thalys është një ndër sondazhet që mat pra vetëm në këtë mënyrë bëhet dhe këto janë vlerësime të jashtme. Sigurisht që ne kemi instrumentat tonë për të bërë vlerësimet e brendshme, po këtë ishte për vlerësime ndërkombëtare. Po. Linda, si përfaqësuese edhe e UNICEF-it, por edhe si profesioniste, çfarë do të jepni, cili do të ishte rekomandimi ose ndonjë pyetje në formë rekomanduese në lidhje me arsimin para universitar? Besoj se pak a shumë neve i tham, e rëndësishme është siç tham, pra inteligjenca artificiale është këtu, është bërë një realitet, ajo që është e rëndësishme është që ta shohim atë në 3 shtylla, pra në qeverisjen e shkollës, në qeverisjen e sistemit arsimor, në trajnimin e mësuesve dhe përgatitja e nxënësve. Këto janë 3 shtyllat në cilat duhet fokusohemi. Sigurisht që përpjekje ka, po përpjekjet duhet vazhdojnë, sepse kjo është një fushë e re jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën. Por siç e thash edhe një herë, meraku im këtu është që ndërkohë që ne avancojmë me AI-n, është shumë e rëndësishme që të shohim edhe çështjen e sigurisë së AI-t, mënyrën e përdorimit të tij, çështjet etike, uzues etik për përdorimin e AI-t, për mosvarësinë e nxënësve nga AI, pra ato që quhet human centric AI, pra të gjitha këto duhet shkojnë paralel dhe janë përpjekje që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Unë këtu desha shumë faleminderit. Them diçka dhe patjetër. Të shtoj diçka, mundësitë që çka kemi bën ne përpara si treg IT-et dhe çka janë mundësitë e sotme që na jep koha, teknologjia, AI gjitha së bashku. Dikur me të lutë me profesorat, në merrshin telefon, ju lutem, merr 2-3 studenta se kam me bë praktikën, pastaj u fut si procedurë normale dhe një farë mënyrë të kemi bashkëpunime të vazhdueshme tashmë si me universitetet, si me shkollat mesme. Po ajo që po eksperimentoj me 2 shkollat mesme, Herman Mayer dhe me Gjergji Canon, është falë edhe predispozicionit shumë të drejtoreshës, sidomos të... Edhe në shkollat e arsimit profesional. Po, janë shkollat, i shkojnë më për 7, më për 7. Pra, dikur
ishte e vështirë, se përveç do të kriyoshe një ambient, do të kishe një person që do t'u merrte, herë u merrnim, herë s'u merrnim, pastaj fillonin edhe vetë studentat e kishin gjysmë si bezdi, në fund vinin ma firmos që erdha, dhe pra u kalonte më tepër formalitet. Ndërkohë, mundësitë e sotme janë komplet tjera, s'është ne, pra, okay, edhe takimi fizik mund të jetë i nevojshëm, por mundësitë që punohet në cloud, mundësitë që punohet me modele të gatshme, datasete që s'është gjë tjetër vetë se një bashkësi dhënash ku ne tashmë i kemi bërë të gatshme, platforma dhe jo vetëm ne si kompani, po disa nga kompanitë anëtare të shoqatës tonë Akti i kanë të mundësi dhe mund t'i ofrojnë shumë, pra duhet gjendur mënyra e bashkëpunimit me shkollat e them të mesme se aty kam atë logjikën time ku them krijohet baza tashmë, po flas për ato specialista dhe ato inxhiniera të ardhmes, inxhiniera software. Për përdoruesit, ajo që folëm është duhet vazhduar dhe duhet shtyrë. Pra, unë po ngecem të këto pika kryesore. Të shtylla kryesore matematika, që është, pra, themi AI, po për atë pjesën 5% që shpresoj të jetë 5% krijohen ato inxhinierat të ardhmes, bazën kryesore duhet ngeli matematika. Dhe matematika në këtë lloj periudhë dhe sistemi për universitarësh. Mundësitë që ne krijojmë si shoqat, si kompani, janë këto opsionet on cloud, pra mësimin mund ta bëj dhe tash kapacitetet teknologjike janë shumë të larta dhe ne i kemi këto mundësi, i kemi kriju dhe mund të punojnë jo një shkollë, po mund të punojnë 10 shkolla me të njëjtën strukturë, me të njëjtën strukturë teknologjike dhe ne tashmë po punojmë me 2 shkolla të tilla që i ofrojmë platformën e gatshme ku ato të ndërtojnë, të krijojnë agjentët e vet, modelet e veta bazuar mbi shembujt që ne i kemi xha ndërtuar. Dhe këto janë edhe pjesë edhe e sigurisë, sepse këto janë ndërtuar të paktën nga ne, kështu që s'ka aty, po themi, ChatGPT që mund të pyesesh për çdo gjë. Pra janë të dedikuara për një sektor të caktuar dhe është do ishte e ofrojmë falas, s'ka nuk është një kosto, nuk është një kosto e lartë për ne, vetëm duhet thjesht bashkëpunimi, bashkërëndimi dhe mund krijohen struktura të tilla. Po e lidh pak me atë që tha Gerti në fillim, shumë faleminderit, shumë intervenim interesant Andi. Shteti po bën, pra, Agjencia e Sigurisë Kurrikulave dhe Arsimit Parauniversitar po ka angazhuar me pagesë universitetet për të trajnuar mësuesit e shkollave të mesme. Tani kemi sektorin privat, që shoqata Akti është shoqata më e madhe e teknologjisë, informacionit dhe inovacionit me 62 anëtarë gjithmonë në rritje. E ka gjithë infrastrukturën, ka gjithë know-how-n, ka gjithë, si më thënë, mundësitë për të ofruar kontributin e saj në shoqëri. Por në mënyrë që kjo të mos jetë, si më thënë, të jetë e balancuar me atë çfarë universiteti u jep mësuesve, a mos do ishte një rekomandim i mirë që këto universitetet, pedagogët e universiteteve të merrnin një train of training nga industria. Pra me teknologjitë e fundit, pra në një farë mënyre dikush mund të thotë kush jeni ju që ti mësoni pedagogët. Nuk po flasim për gjithë pedagogët, po flasim për një strukturë. Po jo, po flasim për ata të cilët do t'i trajnojnë mësuesit e shkollave të mesme. Jo, ideja është shumë interesante edhe për ta pasur parasysh kur ne të finalizojmë programin 2026-2028 të trajnimit, të zhvillimit profesional. Pa që më ngacmoj nga Andi është që eksperjenca është shumë e mirë me arsimin profesional. Dhe unë do doja që pse jo të mos zhvillohesh qoftë edhe pilot, edhe me shkollat nga që janë pak shkolla të përgjithshëm. Këta janë pak, pikërisht, po mund të pilotohet. Për shembull, ajo që më vjen ndërmend mua dhe unë jo pa qëllimi i zbulova këto fashat që mësuesit i dinë, nxënësit i dinë, klasa 6, klasa 9. Ka orë të dedikuara. Qoftë për të bërë një vizitë ke sipërmarrje. Qoftë për të pa kompaninë, si e bën programimi, si e përdor inteligjencën artificiale. Unë këtë po thoja, mundësitë e sotme janë të futesh në botën se tashmë realiteti ajo është virtualiteti po kthehet në një realitet. Duhet ta diskutojmë këtë pjesë, pse jo
mundet edhe ta Është shpjellojmë si shumë ide. më e lehtë, pra nëse unë sa këtë krahasim desha të tregoj. Pra nëse dikur Do kur na duhet merrni vinin- telefon 2 vet, 3 vet, pa sa do, ato zyrat tona, ato ambientet tona, punë tona, ishte disi e bezdishme kur vinin ato studenta dhe do të kurse tani kur ti ja ofron një ambient virtual, po që për këtë realitet po flasim, për ky realitet që AI is now here. Kështu që për këtë realitet po flasim, kur ne ja ofrojmë dhe e kanë kudo tashmë. Duhet marrë në konsiderat, ne do të sugjerojmë edhe ke orët e këshillimit të karrierës, edhe për punën online, jo vetëm ke etiku, po edhe në koncepte të tjera. Ndërkohë dy politike që janë të rëndësishme dhe do na shoqërojnë, sepse linda e ceku që nga politika madhe ecet ke guidelines, ke udhëzimet, shumë është hartu plani i arsimit digjital deri në 2029, dhe ty është parashikuar edhe digitalizimi kurrikulave dhe përdorimi i inteligjencës artificiale. Nga niveli makro tashmë duhet Arsimit në përgjithësi apo? arsimit në përgjithësi, para universitari dhe edhe i larti. larti. Po frika është që ti e shkruaj një dokument, inteligjenca ecën më shpejt, sa ti do duhet të bësh gjithkohës update. Mund ta bëj edhe një pyetje? Po. Gertit, a kemi nevojë neve sot, Gerti, për një lloj strukture ndryshe për të folur për AI në arsim? Pra, nga një anë kemi Ministrinë e Arsimit, nga ana tjetër kemi gjithësipërmarrësit, kemi Akshin. A mos na duhet një bashkim i shumë forcave, një strukturë të veçantë për të folur për AI në arsim? Po sigurisht që duhet folur dhe duhet diskutuar gjatë, sepse ajo, po ky është perceptimi im personal, nuk ka lidhje me Po që është i rëndësishëm sepse ajo që vëre është që aktorët që merren me teknologjinë janë shumë të sigurt, ndërkohë që ka aktorë tjerë që do duhet merren dhe janë skeptik. Ishim bashkë në një konferencë të një nga universitetet shtetërore dhe ndërkohë unë po prezantoja këto gjetje detale si dhe kolegët më këthën edhe ore çfarë po thoni, si mund të përdoret teknologjia, si jemi akoma. Po sa më shumë të diskutohet, aq më shumë thyen barriera. Sepse ne e tham, ai është këtu, ai është këtu. Ne se dim në 10 vite sa shpejt ecën dhe çfarë ndodh, kështu që është momenti që të gjithë bashkohen. Po unë e shoh shumë të fortë lidhjen me sipërmarrjen me tregun e punës, jo vetëm ke AI, po edhe ke kurrikulat e tjera, është domosdoshmëri. Gerti, unë të falenderoj për kohën, kontributin në këtë diskutim shumë intensiv, por të doja që ta mbanim me kaq minuta, në mënyrë që të ngjallim edhe kurreshti edhe debat dhe të ketë edhe mundësi për të ritakuar, ndoshta edhe në tavolina pa prezencën e kamerave dhe për ta bërë sa më konkrete thellimin e këtij bashkëpunimi, vërtet një tematik që prek prindin, prek fëmijën, prek pedagogjinë, arsimin, të ardhmen e Shqipërisë. Të falenderoj shumë. Andis, të falenderoj shumë për kohën, për kontributin. Linda, merci. Të gjithë shikuesve dhe miqve të Aktit, ju falenderoj që u bët pjesë e këtij podcasti dhe mirë se takohemi në episodin e ardhshëm. Deri atëherë, paçi fat.